Ujë rrjedh në mes gishtërinjve të dërguarit. Enes bin Malik, shërbëtori të dërguarit alayhi salam, thot: Takova të dërguarin e Allahut alayhi salam në kohën e namazit të ikindis. Njerëzit filluan të kërkonin ujë për të marrë abdes, por nuk gjetën. Atëherë të dërguarit alayhi salam dikush i solli një enë me ujë për abdes dhe ai e vuri dorën në tas dhe u tha që prej aty të merrnin abdes. Pas ujin që dilte nga gishtat e tij, të gjithë morën abdes prej aty nga i pari te i fundit, që të gjithë u pastruan. Katade ja thot: e pyeta Enesin, sa ishit? Ai u përgjigj, rreth 300 njerëz. Rrjedhja e ujit mes gishtërinjve të dërguarit alayhi salam padyshim që është një mrekulli dhe një muxhize e qartë, të cilën asnjë nga njerëzit e zakonshëm nuk është në gjendje që ta bëjë, sepse Allahu i plotfuqishëm nuk e bëri normale që uji të rrjedh nga gishtat e njerëzve, pavarësisht se kush ishin ata, me përjashtim të rastit kur ai me këtë shenjë konfirmon vërtetësinë e profecisë së atij që pretendon të jetë i dërguari i tij. Pra kjo ishte gjithashtu një nga shenjat e qarta të Allahut që tregon për vërtetësinë e profecisë së Muhamedit alayhi salam. Kjo ngjarje u zhvillua në Medinë, ku prezantuan rreth 300 veta nga njerëzit më të drejtë, më të devotshëm dhe më inteligjent. Ardhja e ujit në pusin e Thar në afërsi të Hudejbijes. Në vitin e 6 pas Hijretit, pas shkuarjes në Hudejbije, ku do të kontraktohet armpushimi i njohur, miqtë të dërguarit të Allahut alayhi salam e harxhuan të gjithë ujin nga puset që ndodheshin në afërsi të këtij vendi, kështu që nuk ishte sasi të mjaftueshme ujë as për të mbushur një gotë. Duke pasur parasysh se kishte 1400 vet, sahabët kishin frikë se do t'i kaplonte etja, ndaj u ankuan Muhamedit alayhi salam. Ai erdhi në buzë të pusit të Thar dhe kërkoi që t'i sillnin pak ujë. Kur i sollën ujë, mori një glëngjk, e vuri në gojë dhe pastaj e pështyu në pus. Pas pak çasteve uji në pus erdhi me bollëk dhe njerëzit filluan të pinë prej tij. Të gjithë me radhë shuan etjen, pastaj i mbushën me ujë të gjitha enët që kishin, megjithse ishin 1400 vet. Këta gjithashtu ishin pjesëmarrës të betimit të njohur si Ridwan, me të cilët Allahu i plotfuqishëm është i kënaqur dhe për ta shpalli. Allahu është i kënaqur me ata besimtar kur t'u betuan për besnikërinë në hijen e pemës. Ai e dinte se ç'kishte në zemrat e tyre, prandaj u dha atyre qetësi dhe i shpërbleu me një fitore të afërt. El Feth 18. Ardhja e ujit në pusin e Thar, në të cilin nuk ishte asnjë pikë uji, edhe atë në një sasi aq të madhe saqë ishte mjaftueshme për të furnizuar të gjithë kampin ushtarak me ujë, nuk është gjë tjetër veçse një shenjë e qartë e vërtetësisë së profecisë së Muhamedit alayhi salam. Kjo ngjarje, ashtu si të gjithë të tjerat, na nxit edhe një herë të konfirmojmë vërtetësinë e Muhamedit alayhi salam dhe të besojmë fort dhe me vendosmëri në të gjitha mrekullitë dhe gjithë atë me të cilën ka ardhur dhe na ka ftuar i dashuri i Allahut, Muhamedi alayhi salam. I dërguari me një enë me qumësht e ngop një grup të madh të njerëzve. Buhariu, Allahu e mëshiroft, në sahihun e tij shënon ngjarjen nga Ebu Hurera radiallahu anhu. Pasha Allahun, isha aq i uritur sa që barkun tim të lidhur me gurë mbështesja për toke. Kështu që një ditë isha ulur në rrugë në të cilën kalonin Muhamedi alayhi salam dhe shokët e tij, ku kaloi Ebu Bekri, të cilin e pyeta për një ajet nga libri i Allahut. Pasha Allahun, e pyeta vetëm që të më thoshte të shkoja me të për të më ushqyer, megjithatë ai nuk e bëri këtë. Mandej kaloi Omeri, të cilin gjithashtu e kam pyetur për një ajet nga libri i Allahut, dhe pasha Allahun, e bëra atë vetëm që të më thoshte ta ndiqja e të më ushqente, por as ai nuk e bëri. Pasti kaloi Ebu Kasimi, Muhamedi alayhi salam, i cili menjëherë vërejti në fytyrën time se për çfarë bëhej fjalë dhe e dinte se çka më mundonte, prandaj tha: Ebu Hurera, si urdhëron i dërguari i Allahut, i thash atij, më ndiq, më tha. Kur arritëm përpara shtëpisë, unë kërkova leje për të hyrë dhe ai më lejoi. I dërguari alayhi salam në shtëpi pa një tas me qumësht dhe i pyeti shtëpijarët: Ku e keni marrë këtë qumësht? Ta ka sjell filan filani, u përgjigjen. O Ebu Hira, thiri i dërguari alayhi salam, e unë i thash, si urdhëroni i dërguari Allahut.
Shko deri te njerëzit që qëndrojnë në Sufa dhe thirri këndej. Ebu Hurejra mëtej thot: njerëzit në Sufa ishin mysafirë të Islamit. Ata madje nuk ishin as familja as ndonjë pronë. Nëse të dërguarit alayhiselam i dhuronin diçka, ai një pjesë të dhuratave u dërgonte atyre, dhe kur i jepnin sadaka, ai të gjithë u ndante atyre dhe prej saj nuk merrte asgjë. Urdhri i profetit alayhiselam më pikëlloi, sepse shpresoja se do të pija pak qumësht për të ngopur dhe forcuar, dhe disi do ta kaloja pjesën tjetër të ditës dhe natën. Mendova, unë jam thirrës i të dërguarit të Allahut alayhiselam, dhe kur të vinë njerëzit në Sufa, unë do t'i shërbej të pinë qumësht dhe ndoshta asnjë pikë nuk do të mbetet për mua. Megjithatë Allahut dhe të dërguarit të tij patjetër duhet i përgjigjesha. Ndaj shkova në Sufa dhe i thira ata që banonin në të. Ata erdhën në shtëpinë e të dërguarit alayhiselam dhe kërkuan leje për të hyrë dhe ai i lejoi. Kështu ata ulën në vendet e tyre. Pastaj i dërguari alayhiselam tha: O Ebu Hurejra, merre qumshtin dhe jepua. Mora tasin dhe fillova t'i shërbej të pranishmëve. I pari të cilit ja dha shtasin, ka pirë prej tij derisa e shoi etjen dhe urin. Pastaj tasin ja dhash edhe tjetrit, i cili gjithashtu ka pirë derisa e shoi etjen dhe urin, dhe kështu me radhë derisa tasi erdhi tek unë. Unë e mora tasin dhe ja dhash të dërguarit alayhiselam. Ai e mori tasin në të cilin kishin mbetur edhe shumë pak qumësht. Ngriti kokën e tij, më shikoi mua dhe buzëqeshje e tha: Kemi mbetur vetëm unë dhe ti. Thash: Të vërtetën the, o i dërguari i Allahut, u përgjigja. Ulu dhe pi, tha ai. U ula dhe piva. Ai më tha përsëri: Pi. Kështu që vazhdova të pi. Ai më thoshte të pi, derisa thash: Nuk mundem më. Pasha atë i cili të ka dërguar me të vërtetën, nuk ka më vend për qumësht në barkun tim. Pastaj ai tha: Më jep tasin. Unë ja dhash, ai e piu atë që kishte mbetur. Është plotësisht e qartë se një tas me qumësht në asnjë rast nuk është i mjaftueshëm për të shuar etjen dhe urinë e një grupi të njerëzve shumë të uritur që ka ndodhur në këtë rast. Pra këtu vjen një shprehje dhe një muxhize tjetër e qartë e Muhamedit alayhiselam. Ngjarja e përmendur është dëshmi e qartë e plotësisë së akhlakut të dërguarit alayhiselam, ku në mes të grupit të madh të njerëzve ai i fundit ka pirë qumësht. Pyesni veten si qëndron puna me ata që kanë neveri, edhe të mendojnë të pinë nga e njëjta enë ku më parë ka pirë dikush, dhe një veprim të tillë vendosmërisht e refuzojnë. Në këtë mënyrë veprojnë nga arroganca dhe frika se mund të infektohen dhe sëmuren nga ndonjë sëmundje. A thua marrin shembull njerëzit e tillë nga i dërguari i Allahut alayhiselam? Asesi, ata janë shumë larg sjelljes së tij. Ata ecin të tërbuar ende në arrogancën e tyre, dhe as që dëgjojnë e as që shohin shembujt e këtill. Një ushqim i pakt bëhet i mjaftueshëm për një numër të madh njerëzish. Imam Buhariu në Sahihun e tij shënon transmetimin e Enes bin Malikut, i cili ka thënë: Ebu Tahla i tha në nësime Ummu Sulejma: Dëgjova zërin e të dërguarit të Allahut alayhiselam, në të cilin kam njohur urin. A ke me vete diçka për ushqim? Kam, u përgjigja jo, dhe nxori disa bukë elbi. Pastaj mori shallin e saj dhe me një pjesë të tij më shtolli bukët dhe i vuri nën krahun tim, kurse pjesën tjetër të shallit e mbështolli rreth kokës time, pas së cilës më dërgoi te i dërguari Allahut alayhiselam. Unë shkova dhe të dërguarin alayhiselam e gjeta në xhami me burrat e u afrova. I dërguari pyeti: A të ka dërguar Ebu Talha? Po, i thash. Atëherë i dërguari alayhiselam të pranishmëve u tha: Nisuni, dhe ai u nis, e u nisa edhe unë para tyre, derisa erdhëm te shtëpia e Ebu Talhës dhe lajmërova për ardhjen e tyre. Ebu Talha thiri: O Ummu Sulejma, vjen i dërguari Allahut alayhiselam me njerëzit dhe ne nuk kemi me çka t'i ushqejmë. Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë, u përgjigja jo. Ebu Talha pastaj doli para të dërguarit të Allahut alayhiselam, mandej së bashku hy në shtëpi. Eja, Ummu Sulejma, na sill atë që ke, tha i dërguari alayhiselam. Ajo nxori bukët që kishte, të cilat i kishte dërguar më parë, kurse i dërguari alayhiselam i urdhëroi që t'i thërmonin. Pastaj Ummu Sulejma nxori gjalp nga një matare e vogël
e derdhi mbi bukën dhe ushtoi erza, pas së cilës profeti alayhi salam mbi atë ushqim tha atë që deshi Allahu të thoshte, e pastaj tha: lejo 10 persona për të hyrë. Ebu Talha i lejoi, e ata hëngrën derisa u ngin, mandej shkuan. I dërguari alayhi salam pastaj tha: lejo edhe 10 persona të tjerë për të hyrë. Ai i lejoi, kështu që edhe ata hëngrën derisa u ngin, pas së cilës edhe ata shkuan. I dërguari alayhi salam i tha përsëri: lejo edhe 10 persona të tjerë për të hyrë, dhe kështu vinin me radh derisa u ngopën të gjithë, e ishin rreth 70 ose 80 vet. A nuk është kjo gjithashtu një muxhize e qartë? Po, pasha Zotin. Kjo sigurisht që është nga muxhizet më të mëdha dhe më të qarta, sepse në thelb bëhej fjalë vetëm për disa feta buke, që ky djalë i vogël mund të merrte nën krahun e tij. Dhe pam që kjo sasi e vogël e ushqimit ishte mjaftueshme për të ngopur plotësisht 70 ose 80 njerëz të uritur. Shtimi i sasisë së ushqimit. Mrekullia e shtimit të sasisë së ushqimit apo ujit është përsëritur 10 herë në situata të ndryshme dhe për arsye të ndryshme. Ne do të përmendim edhe një rast tjetër. Ebu Hurejra radiallahu anhu tregon: isha me profetin alayhi salam në një nga fushatat ushtarake në të cilën ai mori pjesë. Bëhej fjalë për marshimin në Tebuk, ku muslimanët kishin shtëruar furnizimin e ushqimit që bartin me vete dhe kishin nevoja të mëdha për furnizime të reja. Nga i dërguari kërkuan leje për të therrur devet dhe ai lejoi që ta bënin këtë. Kur Omeri radiallahu anhu dëgjoi se muslimanët thernin deven, shkoi te i dërguari Allahut alayhi salam dhe i tha: o i dërguari Allahut, si ka mundësi të ndodh kjo? Ata kalorojnë mbi devet dhe ato i mbartin drejt armikut të tyre, e ata i therin. O i dërguari Allahut, lutet të plotfuqishmin të lëshoj bereqet mbi pjesën tjetër të ushqimit. I dërguari alayhi salam u përgjigj: do ta lus. Pastaj kërkoi nga të pranishmit që t'ia sillnin ushqimin e mbetur dhe ata menjëherë e bën. Atëherë mbi atë ushqim bëri lutje dhe nga Allahu kërkoi që ta bekojë, dhe kur ai mbaroi lutjen, u tha që të gjithë të sillnin enët e tyre dhe t'i mbushnin me ushqim. Të pranishmit i mbushën të gjitha enët dhe ushqimi mbeti në tepric. I dërguari alayhi salam tha: unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut, dhe dëshmoj se unë jam rob dhe i dërguari i tij. Ai që e takon Allahun me këtë fjalë, ai do të hyjë në xhennet. Pra edhe kjo është një nga 10 situata të ngjashme në të cilat profeti alayhi salam me lejen e Allahut shtoi sasinë e ushqimit që padyshim është muxhize e qartë. Pagesa e borxhit të Xhabirit. Imam Buhariu në Sahihun e tij shënon rastin e Xhabir bin Abdullahut radiallahu anhu, i cili rëfen: babai im kishte vdekur, e pas vetes kishte lënë borxh. Shkova te i dërguari alayhi salam dhe i thash: babai im ka vdekur me borxhe dhe unë nuk kam asgjë me të cilën mund t'i kthej borxhet, përveç prodhimit të pallmave të tij, e atë që ata sjellin për disa vite nuk është e mjaftueshme për të paguar gjithë borxhin e tij. I dërguari alayhi salam erdhi me mua me qëllim që borxhlinte babait tim të mos silleshin vrasht me mua. Kur arritëm, ai kaloi rreth një oborri në të cilin kishin hurma dhe bëri lutje, dua. Pastaj shkoi në një obor tjetër, kaloi rreth tij dhe në të ul dhe tha: merrni. Secilit ja pagoi atë që i përkiste dhe mbeti po aq sa edhe u dha. Kështu edhe pse borxhi babait të Xhabirit Abdullahut ishte shumë më i madh se sasia e prodhimit të hurmave të atij viti, po edhe të prodhimit të disa viteve në vijim, megjithatë sasia e hurmave që ishin në atë vend ishte mjaftueshme që me të paguante të gjitha borxhet. Dhe jo vetëm kaq, por pas kthimit të borxhit tërësisht, në obor mbeti e njëjta sasi e prodhimeve të hurmave sa edhe u shpërnda. Sigurisht që edhe në këtë rast bëhet fjalë për bekimin që me praninë dhe lutjet e tij i bëri i dërguari Allahut alayhi salam, të cilit Allahu i madhëruar ju përgjigj duke bekuar hurmat dhe i bëri të mjaftueshme për shlyerjen e të gjitha borxheve, madje mundsoi akoma të mbetet. Edhe kjo është një nga shenjat e qarta të vërtetësisë së profecisë së Muhamedit alayhi salam dhe një nga muxhizet e qarta me të cilat Allahu i plotfuqishëm i dërgoi të dërguarit e tij, me qëllim që kohë pas kohe
kur ai dëshiron robrit e tij të sinqert t'i nderojnë me keramete. Ai me të vërtet është i fuqishëm dhe i aftë të bëjë gjithçka. Druri ju nënshtrua urdhrit të dërguarit alayhi salam. Imam Muslimi në Sahih shënon transmetimin nga Xhabiri radiallahu anhu, i cili thot: udhëtoni me të dërguarin e Allahut alayhi salam dhe kur arritëm në një lugin të gjerë, ai shkoi për të kryer nevojën fiziologjike dhe unë ndoqa pas duke bartur mataren me ujë. Ai shikoi përreth për të parë ndonjë vend të përshtatur ku do të fshihej nga shikimi i të tjerëve, por nuk pa asgjë të përshtatshme. Pastaj në skaj të luginës pa dy drunj dhe shkoi te njëri prej tyre. E tërhoqi atë për degët e tij, e tha: "Më ndiq me lejen e Allahut." Pema shkoi pas tij si një deve me një shkop në hund, e cila e pason pronarin e saj. Duke udhëhequr së pari drurin me vete, i dërguari alayhi salam shkoi edhe te pema e dytë, zvarrit degët e saj dhe i tha: "Më ndiq me lejen e Allahut." Pas së cilës edhe ajo u nis pas tij si një deve me një dru në hund që ndjek pronarin e tij, derisa e gjeti veten midis tyre. Mandej i dërguari i Allahut alayhi salam i bashkoi degët e tyre dhe tha: "Mblidhuni mbi mua me lejen e Allahut." Dhe ato u tubuan. Unë atëherë u largova duke pasur frikë që të më vërej profeti alayhi salam dhe të shkoj edhe më tej. U ula dhe mendoja, dhe kur u ktheva, pash të dërguarin alayhi salam duke ardhur drejt meje, kurse ato dy pemë ishin ndarë secila qëndronte në vendin e saj. Edhe këtu rasti i dy pemëve, përgjigja dhe bindja e tyre ndaj të dërguarit alayhi salam është muxhize e padyshimt, një veprim binatyror që nuk mund të ndodh njerëzve të zakonshëm, por vetëm një të dërguarit të Allahut. Trungu i cili rënkoi nga dashuria për të dërguarin. Imam Ahmedi shënon transmetimin të cilin e transmeton edhe Xhabir bin Abdullahu radiallahu anhu. I dërguari Allahut alayhi salam mbante hutben mbi një shkëm që gjendej në xhami. Pas një kohe, një grua ensare, djali së cilës ishte marangoz, i tha: "O i dërguari Allahut, unë kam birin marangoz. E si thua nëse i them që të ndërtoj mimber nga i cili do të mbani hutben?" "Unë pajtohem," ju përgjigji dërguari alayhi salam. Djali i saj me të vërtet bëri mimber prej druri nga i cili i dërguari alayhi salam mbajti hutben e së premtes, kurse trungu mbi të cilin qëndronte deri atë të premte rënkoi si një fëmijë i vogël. Muhamedi alayhi salam pastaj tha: "Ai me të vërtet qan për shkak të dhiarit të larguar që bëhej prej tij." Ky rënkim i dhëmshëm i këtij trungu, domethënë e një materie jo të gjallë, që sipas njohurive njerëzore nuk ka shpirt apo arsye, nga dëshira e fortë për të vazhduar edhe më tej të dëgjonte dhikrin, si dhe rënkimi i tij i dhimbshëm e i trishtuar për shkak të ndarjes nga i dërguari alayhi salam, i cili mbi të nuk mbante më hutben, është një nga muxhizat më të qarta dhe shenjat më të dukshme që tregojnë vërtetësinë e profecisë së Muhamedit alayhi salam. Për këtë dhe muxhize të tjerë të ngjashme, shumë njerëz besuan dhe e ndoqën Muhamedin alayhi salam, sepse kuptuan se e fliste të vërtetën dhe se asnjë nga njerëzit e zakonshëm nuk mund të bëjë asgjë të ngjashme. Guralecët në duart e të dërguarit e madhërojnë Allahun. Hafiz Bejhekiu, Allahu e mëshiroft, shënon transmetimin nga Suvejd bin Yazid el Sulejmiu, i cili transmeton se ka dëgjuar Ebu Dher el Gifariun radiallahu anhu duke thënë: "Pasi kam parë një gjë, Uthmanin nuk do e përmend për tjetër përveç se për mirë." Mandej duke shpjeguar se për çfarë po bëhej fjalë, ka thënë: "Gjithmonë jam përpjekur të qëndroj pranë të dërguarit të Allahut alayhi salam për ta gjetur në momentet kur ishte i vetëm. Kështu një ditë e gjeta të ulur vetëm dhe e shfrytëzova këtë mundësi dhe ula pranë tij. Pastaj erdhi edhe Ebu Bekri, na dha selam dhe ul në të djathtë të dërguarit alayhi salam. Pastaj erdhi edhe Omeri, na dha selam dhe ul pranë Ebu Bekrit në anën e djathtë të tij. E pas tij erdhi edhe Uthmani, na dha selam dhe ul në të djathtën e Omerit. Përpara të dërguarit alayhi salam gjendeshin 7 guralec. Ai i mori në dorë dhe ata filluan të madhërojnë Allahun, kështu që unë dëgjova një zë si zëri i drurit të palmës. I dërguari alayhi salam i lëshoi mbi tokë dhe gurët u qetësuan.
ai mori përsëri dhe i vuri në duart e Ebu Bekrit dhe guralecët filluan përsëri ta madhërojnë Allahun, kështu që kam dëgjuar zërin e njëjtë si ai më parë. Ebu Bekri lëshoi në tokë, e guralecët u qetësuan. Mandej i dërguari Allahut alayhi salam përsëri i mori dhe i vuri në duart e Omerit, e guralecët lëshuan të njëjtin zë si të trungu të palmës, madhëruan Allahun. Omeri lëshoi në tokë, e ata u qetësuan. I dërguari alayhi salam përsëri i mori dhe i vuri në dorën e Uthmanit, e ata përsëri filluan ta madhërojnë Allahun dhe unë prap dëgjova zërin e njëjtë. Uthmani lëshoi në tokë dhe guralecët u qetësuan. I dërguari Allahut alayhi salam atëherë tha: Kalifati, do me thënë, udhëheqësia e këtyre të treve, do të bazohet mbi parimet e profecisë. Këtu shfaqen dy muxhize. E para është se guralecët e madhëruan Allahun e plotfuqishëm në duart e kalifëve të drejtë, kurse e dyta u pasqyrua në periudhën e kalifatit të tre kalifëve të parë të drejtë, në të cilën njerëzit jetuan në paqe dhe siguri. Në të vërtetë pas kohës së udhëheqësisë së Ebu Bekr e Sidikut, Omer el Farukut dhe Uthman dhun Nurejnit, u paraqitën intrigat dhe çrregullimet. Guri dha selam të dërguarit. Muslimi dhe Ahmedi shënojnë transmetimin nga Xhabir bin Semura, i cili thotë se i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: Me të vërtetë unë njoh një gur në Mekë, i cili më jep të selam edhe para se të bëhem i dërguar. Atë e njoh edhe sot. Nëse guri i cili në thelb nuk është tjetër veç se një substancë e vdekur, flet dhe jep selam, kjo me të vërtetë është një mrekulli dhe një fenomen i mbinatyrshëm që nuk mund t'i ndodhë asnjë njeriu të zakonshëm. Pastaj kjo ishte një nga dëshmitë e qarta të vërtetësisë së profecisë së Muhamedit alayhi salam dhe një tjetër mrekulli në vargun e muxhizëve të tij. Deveja ju përkul të dërguarit dhe ju ankua. Nesaiu dhe Ahmedi shënojnë me zinxhirin e tyre të transmetuesve transmetimin nga Enes bin Maliku radiallahu anhu, i cili ka thënë: Një familje ensare kishte një deve që e përdornin për të nxjerrë ujin nga pusi. Megjithatë, kjo deve papritur u prapsua dhe kur ishte fjala për këtë punë, refuzonte t'ju bindej pronarëve të saj. Ndaj ensarët erdhën te profeti alayhi salam e i thanë: Ne kemi një deve që na shërbente për të nxjerrë ujë nga pusi, por papritur ka refuzuar të na bindet dhe nuk dëshiron ta kryej më punën e saj. Kurse të mbjellat dhe pemët na janë tharë. I dërguari Allahut alayhi salam u tha shokëve të tij: Shkoni. Kur arritën deri te prona e kësaj familjeje, profeti alayhi salam hyri në kopësht dhe në një cep të saj pa devene pa bindur e të pa dëgjueshme. Ai u nis drejt saj, kurse ensarët bërtitën: Ajo është tani si një qen i tërbuar, kemi frikë se do të lëndoj. Ndërsa i dërguari alayhi salam tha: Ajo asnjë të keqe nuk do më bëj. Kur deveja e pa të dërguarin alayhi salam, u nis drejt tij dhe para tij ra në sejdë. E kapi për jelen e saj mbi pjesën e përparme të ballit dhe e mori, e ajo, më e bindur se kur më parë, shkoi për të punuar. Shokët e të dërguarit alayhi salam thanë: O i dërguari Allahut, ne kemi më shumë përparësi se sa kjo kafsh për të bërë sejdë. Kurse ai u përgjigj: Asnjë njeriu nuk i është lejuar që t'i bëjë sejdë një njeriu tjetër. Sikur kjo të ishte e lejuar, atëre do të urdhëroja gruan t'i binte sejdë burrit, për shkak të madhësisë së të drejtave që ai ka tek ajo. Në koleksionet e haditheve është shënuar edhe një ngjarje tjetër në të cilën thuhet se i dërguari alayhi salam një ditë me disa nga shokët e tij kishte hyrë në pronën e një ensari dhe aty kishte gjetur një deve mashkull i cili ju afrua duke hingëllyer kurse syt i lotonin. I dërguari alayhi salam e lëmoi atë mbi shpinë e deri te kockat e veshëve, pas së cilës deveja menjëherë u qetësua. Pastaj i dërguari alayhi salam tha: Kush është pronari kësaj deveje? Një iri ensari u afrua dhe tha: Kjo deve më takon mua, o i dërguari Allahut. Kurse i dërguari alayhi salam tha: A nuk e frikë Allahu në lidhje me këtë kafshë të është dhënë? Ajo mu ankua se e lë të uritur dhe e shtyp me ngarkesa të mëdha e të rënda. Po a nuk është edhe kjo një shenjë qartë e profecisë së Muhamedit alayhi salam, si edhe një më tepër në vargun e muxhizeve të shumta të tij?
Sigurisht që është. Prandaj, mohimi profecisë së Muhamedit alayhis salam është një nga format më të mëdha të mosbesimit. E kjo mund të ndodhë vetëm si rezultati i ignorancës së përgjithshme, duke shkaktuar zilinë ose frikën për humbjen e të mirave materiale, siç ishte rasti me ignorantët nga popujt e mëparshëm, për shembull hebrejt që ishin ziliqar, ose me priftërinjtë e krishterë, të cilët ishin të friksuar për humbjen e imazhit të tyre shpirtëror dhe reputacionin që ata gëzonin në mesin e të krishterëve, e pastaj edhe të mirave materiale dhe pushtetin që posedonin. Ujku ka dëshmuar pejgamberinë e Muhamedit. Imam Ahmedi ka shënuar transmetimin nga Ebu Said el-Hudriu radiallahu anhu. Ujku kishte sulmuar një dele dhe kishte arritur ta tërhiqte me vete. Megjithatë, bariu ishte dhënë në ndjekje të tij dhe ja mori delen të cilën ujku e kishte rrëmbyer. Ujku e ktheu bishtin dhe ul mbi të, e pastaj tha: "Si nuk friksoheni nga Allahu, a dëshiron të më marrësh furnizimin që ai më ka dhënë?" Bariu i habitur pyeti: "Çfarë çudie? Ujku flet si një njeri, kurse ujku ja ktheu. A do të tregoj diçka që është edhe më e çuditshme se kjo?" Muhamedi në Jethrib u flet njerëzve për gjëra që kanë ndodhur në të kaluarën. Bariu i mori delet e tij e u nis për në Medinë. Me të arritur, delet i la në skaj dhe më pas shkoi te i dërguari alayhis salam dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur. I dërguari alayhis salam urdhëroi njerëzit të tubohen për të falur namazin bashkërisht, dhe kur ata ishin tubuar, ai para tyre i tha Bariut: "Rrëfeju çfarë të ka ndodhur?" Që ai rrëfeu. Pasi që mbaroi, i dërguari alayhis salam tha: "Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti Muhamedit, të vërtetën e ka thënë. Nuk do të ndodhë dita e gjykimit derisa kafshët të flasin me njerëzit dhe derisa njeriu të bashkëbisedojë me dorezën e kamzhikut të tij dhe me lidhset e këpucëve të tij, dhe derisa kofsha e tij të mos i raportojë në lidhje me atë që ka bërë familja e tij, ndërsa ai nuk ishte prezent." Kjo ngjarje përmban të gjitha elementet e mugjizës së vërtetë, dhe ne gjithashtu mund ta konsiderojmë atë si një mugjize gjithëpërfshirëse. Para se gjithash, ujku ishte duke folur me një bari që në vetvete është mrekullie mjaftueshme. Për më tepër, i dërguari Allahut alayhis salam na ka lajmëruar lidhur me atë që do të ndodhë në të ardhmen, e cila tani me të vërtet ka ndodhur. Dorezën e kamzhikut që flet, që profeti alayhis salam e ka përmendur në këtë hadith, ne mund ta identifikojmë me telefonat dhe pajisjet e përdorura nga policia. Sa i përket kofshës dhe rripit të këpucëve për të cilat i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë se do të flasin, këtë mund ta shikojmë në pajisjet e vogla të spionimit dhe përgjimit, të përdorur nga shërbimet e informimit, të cilat mund të instalohen në vendet e përmendura. Kafsha e egër tregon respekt ndaj të dërguarit alayhis salam. Ahmedi shënon transmetimin, të cilin Mujahidi e transmeton nga Aisha radiallahu anha, në të cilën theksohet se ajo ka thënë: "Familja e të dërguarit alayhis salam kishte një kafshë të egër, e cila, pasi që i dërguari alayhis salam dilte nga shtëpia, luante kërcente andej e kthej. E kur ndjente që ai kthej në shtëpi, ajo qetësohej dhe strukej, derisa i qëndronte në shtëpi dhe nuk lëvizte nga vendi, me qëllim që me lëvizjet e saja të mos e shqetësonte. Kështu pra sjellja e kësaj kafshë të egër, qetësimi i saj derisa i dërguari alayhis salam qëndronte në shtëpi, gjithashtu është një nga mugjizet, sepse diçka e tillë nuk mund t'i ndodhë askujt tjetër përveç profetit të Allahut. Nëse dikush si kundërshtim ndaj këtij konkluzioni thotë se edhe njeriu i zakonshëm është në gjendje të ushtrojë kafshë të caktuara dhe t'i mësojë ato që të sillen në një mënyrë të veçantë, ne do t'i përgjigjemi se këtu nuk bëhet fjalë për kafshë të ushtruar, sepse ai nuk ishte pasur kurrfar kontakti me të. Prandaj themi se kjo kafshë ishte e frymëzuar për të respektuar dhe nderuar të dërguarin e Allahut alayhis salam. Sjellja e saj e veçantë është pasojë e natyrës së lindur që Allahu e kishte futur në të, që është një nga shenjat e qarta të vërtetësisë së profecisë së Muhamedit. Salavatet më të bukura dhe selamet më të plota qofshin mbi të.